familjet kultivues të lule shtrydhes të dëmtuar këtu në Kafare nga përmbytjet, sa për llogaritet dëmi? Këtu në total janë rreth 300 lum lule shtrydhe, që ka kapur lumin si vjet. Dhe ne llogarisim rreth 3 milion të vjetra për 2 lum. 2,3, varet nga. Dhe dëmi është biles në kapim në pikën më kulminante, kur kush është çmimi në maksimum edhe prodhimi ishte në maksimum. Sa ishte çmimi në kohën kur doli në treg? 20.000 lekë një ark. I bie 4.000 lekë kile lule shtrydhes. E kupton? Prandaj na del me kosto kaq të lartë humbja, sepse ne në atë kohë kur shitesh lule shtrydhe, mirë neve ne u mbytëm, e kupton? Tani s'kemi ne prapë është gjysmë çmimi që ka qenë, kur dalim ne do vemi me 5.000 lekë, ajo 4,5 ka koston e arkës bosh bashkë me të shpenzimet e tjera. Fillon reçeli pastaj dhe iku viti. Tani ne na premtuan specifikisht vetë për lule shtrydhe zëvendës ministrja Belinde Balluku. Na premtoi për të na dhënë vetë për lule shtrydhen në domini dëshpërblim. Dhe si përfundim ka kaluar 1 muaj nga data që ata na premtuan. Ne po i presim, jemi në pritje, po sa do presim, sepse iku sezoni. Tani se si do vlerësojnë ata, nëse kanë ndërmend të japi, se si do i vlerësojnë ata dëmë pa i parë, nuk e di unë se çfarë mendje kanë. Kupton tani ti? Sa do t'i japin ata dëshpërblim, nuk arrin dot në kotat që neve kemi humbur. Rreth sa fermer kultivues të lule shtrydhes janë të prekur? Të prekur afërsisht 60 fermer. Mesatarisht domethënë po rreth 300 lum. 60 fermer mesatarisht. Po. Dhe po goditje rend, ka që kanë edhe nga 10 lum, ka edhe që kanë edhe nga 3 nga 2. Kupton, po në total janë rreth 300 lum. Tani ne nuk është puna se është herë e parë dhe hatet do ta kalojmë. Ne kemi herën e 5 rresht që po mbytemi. Në këto 5 vite jeni dëmshpërbluar ndonjëherë? Asnjëherë. Edhe një herë, vetëm në vitin e parë, në 2019-ën, na kanë dhënë 10% të demit. Na është premtuar në 100% dhe na kanë dhënë 10% të demit, vetëm në 2015-ën. 4 herë të tjera, po herë 5 kjo kësaj radhe, se po them 4 se mos na japin ata dhe e fus kot në numër, nuk na ka dhënë kokër leku. Tash. Kjo është e tërë problemi.